Pra kjo ngjarje bashkë me ringjalljen e Jezusit është në histori që përmenden në të katër ungjit. Kjo do të thotë që ishte shumë e rëndësishme për kishën e hershme, edhe për ungjilltar. Dhe në fakt përban pikën kulmore të shërbesës së Jezusit. Kjo është vënë duke nga komentues të ndryshëm. Për shembull, njëri shprehet të ushqyrit e turmës bëhet në një mënyrë të veçantë çelësi i identitetit të Jezusit. Në kontekstin e gjerë të ushqyrit ofrohet baza kulminante për dishepujt që ata të jenë të aftë të formulojnë një përgjigje për pyetjen që ata vetë kishin shtruar te kapitulli 8 vargu 25. Kush është ky? Kjo është kulmi pra, kjo është një pikë kthese të rëndësishme edhe për dishepujt, për me kuptu kush është Jezusi. Se ne mund ta themi këtë? Mund ta themi edhe për faktin, siç do ta shohim herën të dielën që vjen, që më njëherë pas kësaj kemi rrëfimin e Pjetrit. Pra kur Jezusi i thot dishepujve, çfarë thon, kush thon njerëzit se jam unë? Po ju, kush thoni se jam unë? Vjen më njëherë pas kësaj ngjarje. Ço do të thotë, kjo ngjarje ka një kuptim të rëndësishëm për dishepujt, me kuptu identitetin e Jezusit. Por kjo pjesë fillon me vargun 10, ku na thuhet se u kthyn dishepujt nga misioni në cilin i kishte dërguar Jezusi. Dhe masi u kthyn, thot, i treguan Jezusit të gjitha gjërat që kishin bërë, dhe ai mori me vete dhe u tërhoq me njanë në një vend të shkret të një qyteti që quhej Betsaida. Luka nuk na thot se cila ishte arsye për cilin Jezusi u tërheq bashkë me dishepujt në një vend jo të shkret, në shkret të tirë. Ideja termit është në një vend të vetmuar, larg zonave të banuara. Kjo është ideja. Cila është arsyeja për cilën Jezusi mbas kthimit të dishepujve nga misioni u tërhoq bashkë me ta në një vend të vetmuar, larg njerëzve? Luka nuk na përmend, por Marku na përmend. Dhe unë duhet që ta lexojmë këtë se çfarë thot Marku. Marku kapitulli 6, vargu 30 deri në 33 në pjesën paralele. Thot: Dhe apostujt u mblodhen te Jezusi dhe i treguan të gjitha sa kishin bërë dhe sa mësim kishin dhënë. Dhe ai u tha atyre: Ejani veç pas në një vend të vetmuar dhe pushoni pak, sepse njerëzit që vinin dhe shkonin ishin aq shumë sa s'u dilte koha as për të ngrënë. Kjo ishte arsye për cilën Jezusi u tërhoq bashkë me dishepujt mas misionit, me qëllim që ata të pushohen e të ripërtrihen që pastaj të vazhdojnë misionin e tyre. Kena një moment shumë të rëndësishëm për sa e takon një parimi që duhet ta kena parasysh: balancës mes shërbesës edhe pushimit. Historia nuk thotë që mas u kthyn apostujt nga misionin i thonin sa të lodhën jena, kena nevojë për pak pushim. Por Jezusi i tha: kërkoni më parë mbretërinë e Perëndisë dhe gjitha tjera do t'ju shtohen mrapa. Edhe si rrjedhimat ta thonë: hajde të vazhdojmë misionin përsëri, sepse kena pa punë me bën se s'ka kohë. Njerëzit duhet shpëtohen. Nuk nolli kështu. Nolli që Jezusi mori iniciativën t'i thoshte apostujve mas këtij misioni: hajde në një vend të vetmuar që të pushoni pak, sepse keni nevojë për pushim. Pra ne thashë është shumë rëndësishme kjo pikë. Pse është rëndësishme kjo pikë? E unë du me insistu pa këtu. Sepse jo rrallë në mes të krishterëve ekziston përshtypja se pastorët, shërbëtorët në kohë të plot, misionarët duhet jenë tanë kohën vesh në punë. Gjithmonë duhet shërbejnë ata. 24 orë 24, 365 ditë. Vit mas viti deri në fund. Dhe kur këto pastorët pushojnë apo shkojnë diku me pushime, jo rrallë herë këto paragjykohen ose edhe gjykohen. Sikur po bajnë këtë me lek që i japin tjerë për mi majt. Nuk i nep kush lek për me të majt me pushime. Në japin lek për me shërby. Dhe ekzistojnë këto lloj paragjykimesh dhe pra ne kam qefshit ta kuptojmë këtu. Pa tjetër, ata që punojnë punë shekullare e konsiderojnë si detyrë, si të nevojshme edhe si të drejtë pushimin e vet. Pse nuk duhet ta konsiderojnë kështu edhe ata që shërbejnë Zotit? Ose nëse dikush është kaq gjykues ndaj të tjerëve, nëse mendon se ai vetë ka të drejtë të pushojë se ka punuar gjithë vitin,
Pse nuk mendon se po ka aq të drejtë edhe ai që i shërben Zotit gjithë vitin? Por ja që kemi Jezusin. Kemi Jezusin që kupton që patjetër ka momente ku pushimi duhet. Sepse pushimi, thot Jezusi, nuk është një luks. Pushimi është një nevojë. Nevojë për secilin për ripërtritje. Por jo vetëm ka të krishterë apo kisha që janë paragjykues të tillë ndaj pastorëve apo misionarëve që kanë kohën e vet të pushimit. Por fatkeqësisht ka edhe misionar, ka edhe pastor që nuk gjejnë as ata vetë kohën me pushu. Sepse mendojnë se duhet me kanë gjithmonë në shërbim. S'ka kohë për pushim. Jo, është gabim. Duhet ketë një moment pushimi dhe ripërtritje. Ashtu si tha Jezusi për dishepujt, kur kthyn nga misioni. Pushimi për shërbëtorët e Perëndisë nuk është çështje qefi, është një çështje nevoje. Tash na kush edhe mund thonë, po Jezusi i mori në një vend të shkretë, nuk i çoi me banë not për shembull në bregun e Bethsaidas. As nuk i çoi në hotel për mendoj. Sigurisht që s'kishte hotelin atje. As nuk shkoshin njerëzit nëpër plazhe. Se ekzistonte akoma turizmi. Por ama, kur Jezusi i çoi në një vend larg njerëzve, në një vend të vetmuar, do të thotë një vend reflektimi, qëndrimi, pushimi, larg çdo aktiviteti. Ju lutem, ta merrni në konsiderat këtë mësim të rëndësishëm dhe parim të rëndësishëm. Për veten tuaj, por që të mos jeni gjykues ndaj të tjerë. Dhe këtu flas për ata që punojnë dhe shërbejnë. Nuk flas për ata lloj pastorësh që i shef më shumë në udhime se sa në kishën e tyre, apo ata që abuzojnë, o për ata që punojnë dhe mundohen. Jezusi i ka marrë aposte me veti, mi çu një vend të vetmuar me pushu, por çfarë ndodh? Problemi është se plani nuk realizohet. As kur Jezusi don me pushu, nuk realizohet plani. Pra alla kur pastori dhe me marrë i të ko pushimit, do të dalin mërë diqa që do t'i thojnë ati, ja, nuk kem pushim sepse ka nulli diqa. E kështu nulli edhe me Jezusin, edhe me dishepujt. U niste për me pushu, por nuk pushun, sepse plani u prish. Plani u prish sepse turmat e njerëzve që shkonin kudo mas Jezusit nga nevoja që kishin, pane që Jezusi me dishepujt, Luka nuk e thot, po thonë në gjitë e tjerë, hypin në një bark dhe kalojnë nëpër detin e Galiles në anën tjetër në Betsaida. Që do të thot, po ta bajmë paksa në shkodrançe, është si me marr varken më nis Jezusi me bark nga Bishti Qillia atje që janë atje ka Akira si janë në Livade, edhe mu nis bregu i Rancë edhe me varë me kalun Shirok. Sa thot Jezusi, shkojmë atje të pushojmë i fije, edhe njerëzit i lajmë këtu. E dini çfarë banë njerëzit? U nisten kam, rrumullak, për me shkullë i dorën e Jezusit me e pritë përsëri atje. Imagjinojmë pak çka kanë bërë këta njerëz. Sa morën e vesh që Jezusi ja nis bashkë me dishepujt në anën tjetër. Shkuan dhe e gjetën atë. Cili do të ishte një reagim impulsiv me njëhershëm? Imagjinote që je nis me pushime, ulesh aty dhe gjen tan kishën që të pret edhe thotë kenar me një predikimin tam. Na lini më fije me pushumër. Pa na marr kena drejt me pushu i fije. Po këtë nesër as bana. Po kthemër se kishën me më kthy edhe herë. Shimë shihni gjithmonë veç interesin tuaj, s'mendoni a ka nevojë këta njerëz me pushua, mu interesu për punët e veta. Ky do të ishte reagimi i natyrshëm që do të bësh vetë. Por Jezusi nuk reagoi në këtë mënyrë. Jezusi nuk reagoi në këtë mënyrë. Vargu 11 na thotë që kur turmat e morën vesh e ndoqën, dhe ai thot i mirëpriti. I mirëpriti. Shumë e bukur kjo. Jezusi nuk u solli në një mënyrë të tillë. Jezusi kishte agjendën e tij, por agjenda e Jezusit nuk vite përpara nevojave të njerëzve. Shpeshherë agjenda jon është e pathyeshme përpara kërkuj. Më falë se kam planifikuar me dalë me familjen sot, nuk kam kohë për ty. Ja.
s'ka pse janë të rëndësishme këto gjëra. Por për Jezusin agjenda vinte mas njerëzve, jo para njerëzve. Edhe për ne duhet jetë e njëjta gjë. Sepse Jezusi është shembull për këtë. Jo për çdo rast që dikush dhe me të shqetësu ty, por atëherë kur duhet me tamam nevojë. Dhe rasti është i tillë. Dhe kështu Jezusi është reagimi i Jezusit, është shembullor nga përkujdesja, nga dashuria, nga sakrifica e tij për njerëzit. Dhe Jezusi nuk i tha, hajde të, ai kryej me lejta që kene dhe lan për nesër këtë punë. Nuk i tha kështu apostujve. As nuk i tha këtyne mirë, hajt pritni tash. O rregulloni dikon se erdha një minutë. Ja, i mirë priti. Jezusi kuptonte se nëse këta njerëz janë sjellë rrumullak nga bregu i Rëndës, për Merat deri në Shirok, vinë nga halli, vinë nga nevoja, vinë se janë nevojtar. Pushimet e mia vinë mas kësaj. Jezusi. Dhe i mirëpriti. Dhe Jezusi i mirëpriti dhe thot që pastaj Jezusi shëronte, u fliste për mbretërinë e Perëndisë dhe shëronte ata që kishin nevojë për shërim. Tash unë bëj një pyetje. Pse mendoni ju se ishte nis tan kjo turmë i dal Jezusit para kudo që shkote deri në Shirok? Se ishte interesuar me një predikimet e Jezusit, mendoni ju? Jo, në asnjë rast. Ata njekëshin sepse kishin nevojat e tyne. E këtë na thot Gjoni kapitulli 6, te vargu 2. Te kapitulli 6, vargu 2, lejoni ta lexoj. Thot, dhe një turmë e madhe e ndiqte sepse shikonte shenjat që i bënte mbi të smurt. Ama kur shkonte Jezusi nuk i shëroi vetëm, por Jezusi u predikoi edhe mbretërinë e Perëndisë. Njerëzit kur kanë nevojë fizike, nuk kuptojnë se kanë edhe nevojë shpirtërore. Ngaherë duhet më mirë kuptu njerëzit kur i predikojnë Evangjelin. Nuk duhet i thonë atë ke vetëm interesa materiale bashëm. Është normale ngaherë. Por kjo nuk do të thotë se ne nuk bëhet bëjmë edhe atjetër për të predikuar tjerëve Evangjelin. Sepse njerëzit nuk kuptojnë se pavarësisht se kanë këtë nevojë, kanë edhe nevojat e tyre shpirtërore. Dhe Jezusi i bani të dyja. Edhe shërimin, edhe predikimin, sepse ka nevojë për shërimin fizik, por ka nevojë edhe për shërimin shpirtëror. Ishte thot një turmë shumë e madhe. Duke qenë një turmë e madhe, sepse thot ishte rreth 5000 burra, që do të thot jo 5000 vetë. Sepse ka herë edhe këtu te predikimi, këtu te Bibla, kur po ti lexoni nga herë anglisht, po edhe te komentar, e kanë për shembull ushqimi të ushqyrit e 5000 vetëve. Jo, më nuk janë 5000, janë më shumë. Janë 5000 burra. Nuk thot njerëz. Dhe në fakt nëse ju do të lexoni te Mateu, do të lexoni te Mateu 14, vargu 21 thot, dhe ata që hangën ishin rreth 5000 burra, veç grave dhe fëmijëve. Pra janë më shumë. Nuk përmenden gratë dhe fëmijë, sepse në antikitet numërohen vetëm meshkujt e rritur. Kjo për arsye të maskilizmit që ekzistonte në kulturën e kohës, që gruaja nuk llogaritet, po edhe për arsye të vdekshmërisë foshnjore dhe fëmia nuk llogaritet, dhe si rrethim kur bëhet matja popullsisë vetëm i bazën e burrave. Kjo është arsyeja. Po ishin më shumë. Kështu ka qenë në atë kohë. Që në ka shma sot kështu. Atëherë, na thuhet se duke qenë një turmë e madhe e tillë, 5000 vetë, është e qartë që tanta njerëz me nevojat e tyre, mu marr me gjithë këto, duhet një kohë. Duhet shumë kohë. Dhe Jezusi po merre me ta, po me sa duket, dita kaloi. Po vinte perëndimi i diellit. Kjo i bën dishepujt më shqetësutesh. Edhe më thonë, pritësh se këto njerëz ku kanë me ne, ku kanë me hangër. Ta keni parasysh se nuk ishin prej Shkodrës, tan Shkodran. Që janë të shkuën Shirok, që më ishin këthy marrë në shtëpi. Jo, janë nga qytetet ndryshme, nga Berati, nga Elbasani, nga Tirana, nga Kuksi, nga Puka, të cilët tanë kanë arë se kanë nevojë, edhe të imagjinojmë të shti ata që shkojnë, janë Shirok në qendër, Shirok ka një vend aty, i vetë mund, edhe ku do shkojnë të njerëz? Problemi dishepujve nuk ka sikur të kishte në qytet, dishepujt nuk do ishin shqetësu, sepse mikpritja ka qenë normale në atë kohë, dhe këto njerëz do kishin gjetë vend ku më ushqy dhe ku më vjet. Problemi është se janë në një vend të izolum, nuk kanë mundësi më kthy më.
Atëherë shqetësohen, edhe thonë tash prit tash mo, ç'a do të ndodhen me këta njerëz, ç'a do bëhet? Duhet mi lshuj fije se po vjen perëndimi të paktën të kenë ku më u kthy, me gjet vend ku më u sterhu, me gjet ushqim. Ky është një shqetësim i drejtë. Edhe këtij shqetësimit të drejtë Jezusi nuk e përgjigjet në një mënyrë negative, nuk e çarton për këtë, por Jezusi i lëshon dishenjave një sfidë. Dhe sfida që i drejton Jezusi është i jepni ju aty në të hanë. Vini re se si non ngjarja. Ato shkojnë te Jezusi dhe thonë, ju afruan dhe i thanë, nisë turmën shkojnë nëpër fshatra dhe nëpër fushat përreth që gjej strehë dhe ushqim, sepse këtu jemi në vend të shkret. Pariu tha atyre, u jepni ju të hanë. Jezusi i lëshon dishenjave një sfidë, i jepni ju të hanë. Kjo do të thosë se Jezusi e ka qartë se çfarë po kërkon nga dishenjat. Nuk ka të lëshu një sfidë se zim që ato thanë. E ban me qëllim këtë gjë. I lëshon këtë sfidë dishenjave, kur në një moment sa po kanë ardhur nga misioni. Dhe cila është përgjigja që japin dishenjat? Përgjigja dishenjave është përgjigja më natyrshme, më njerëzore që mund thonë kushdo në një moment të tillë. Dhe cila është përgjigja? Përgjigja është, ne nuk kemi më shumë se 5 bukë e 2 pesh. Vetëm nëse shkojmë vetë blejmë ushqim për gjithë këtë popull. Që do thotë, jepni ju të hanë, si mas dishenjave ishte kjo. A keni ndonjë gjë ju aty edhe me illon me hangër këtyre njerëzve? Dishenjat kishin ardhur me sapo kishin ardhur nga një mision i suksesshëm. Kishin pa dorën e Zotit që kishte parashikuar për nevojat e tyre, kena thënë herën e kaluar. Kishin pa se si me fuqinë që i kishte dhënë Jezusi, ata kishin mujt me shëru dhe me bën mrekulli të shumta ndër njerëz. Atëherë Jezusi i thotë, ju keni pa këto gjëra, ju keni bërë këto gjëra në emrin tim. Tash ju do më ju vun provë. Jepini ju të hanë atyne. Cila është përgjigja dishenjave? Dishenjat me përgjigjen që dhanë nuk kuptuan se sfida e Jezusit nuk ishte që ata të përpiqeshin të bëshin diçka me atë që kishin me forcat e veta. Sfida e Jezusit ishte se për çfarë ata mund banin me anë të Jezusit për të ushqyer turmin. Këtë ata nuk e kuptuan. Edhe pse kishin ardhur nga misioni. Mund të kesh eksperiencë më në besim. Mund të vish edhe nga misioni. Ama në momentet caktuar të mos kuptosh se si duhet sillesh në besimin tënd. Kështu ndodhi edhe me dishenjat. Pavarësisht çka kishin pa, pavarësisht çka kishin kuptuar, nuk e morën vesh se sfida e Jezusit nuk ishte me lënë nga vetja, po me lënë nga ajo çfarë Jezusi ishte apo ishte i gatshëm me lënë nëpërmjet tyre. Çfarë ndodh atëherë tash? Këtë e trajtojmë herën tjetër. Kështu që Zoti ju bekov gjithëve. Zoti na bekoft edhe ne deri në këtë moment. Por le të kuptojmë çështjet më kryesore nga ajo çfarë bëmë sot. Së pari, të shohim se si është fati i diktatorëve, se si sillen ata, dhe se si edhe përpara Jezusit vetë. Nuk mundën mu thy në zemrën e tyre. Por, le të mësojmë edhe diçka tjetër për vetveten tonë. Nëse jena refuzues vazhdimisht, atëherë kur të kërkojmë që Zoti më fol, nuk do të flasim. As nuk do të bëjmë ndonjë shenjë. Sepse nuk është atë për me plotësu tekat apo dëshirat tona, por me na dhënë atë çfarë na kena nevojë në kohën e duhur. Dhe tjetër që mësojmë nga historia që filluam që do ta mbarojmë herën tjetër. Jini parasysh. Është e drejtë atyre që shërbejnë edhe të pushojnë. Prandaj ti vlerësoni për këtë, edhe ti kuptoni për këtë. Ashtu siç ju keni të drejtë, ju kuptoni kur punonin punë shekullare për me pushuar. Dhe tjetra është duhet jeni të gatshëm. Jo me vendos agjendën me njerëzit, por njerëzit me agjendën personale. Duhet jeni të gatshëm si Jezusi, që kur dikush ka nevojë, ta prishim merhatin tonë personale për t'u gjenë personit në nevojë, ashtu si bani Jezusi.